Çka ndodh tash pas dështimit të Glauku Konjufcës për të bërë kryeministër? Që po shpjegoj shkurt çysh duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. E para punës, tash gjithçka është në dorën e presidentës Vjosa Osmani. Osmani e ka obligim kushtetues që brenda 10 ditëve me caktu ditën e zgjedhjeve të reja. Nuk ka nevojë për konsultime me partitë për datën, sepse një gjë e tillë është në diskrecionin e Osmanit. E dyta, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Zgjedhjet nuk munden me u mbajt më herët se para 30 ditëve dhe më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes së kuvendit. Rrjedhimisht diku në fund dhjetorit do të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Ky është termi zyrtar dhe ligjor, pra zgjedhjet parakohshme. Ose me 21 dhjetor ose me 28 dhjetor janë datat kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Kjo është hera e parë që Kosova mban dy palë zgjedhje parlamentare brenda vitit. Këto do të jenë zgjedhjet e para që do të mbahen pak para vitit të ri. Po ashtu është hera e parë që mergjimtarët do të jenë me shumicë në Kosovë. Edhe na si gazetarë kena me pas kogja shumë punë këto javët e ardhshme. Prandaj nëse don më koni informuar dhe në hap me zhvillimet, mos harroni ma bë follow.